Është logjike. Dua të sqaroj pak mbjelljen e flokëve të meshkujt. Ja, dhe flokëve. Së sigurie ke vetja vetë. Këtë mund të jetë, abjes është një përqindje lartë, mund të sigurie. Për mu është një trajtim që ka suksese, po dhe nuk mund të ketë sukses, ashtu si ne mendojmë. Varet nga niveli klinikës që të aplikon. Edhe ja shtetit dhe këtu në Shqipëri. Unë personalisht nuk e këshilloj asnjëherë. Pse? Sepse është një trajtim, ti nuk e di në fillim, po është një rrugë që ty do të zgjasë 1 vit, 2 vite. Nuk mbaron ditën që ti mbaron operacionin. Ajo është më e pakta. Ti pastaj do vazhdosh, do bësh për 1 vit, nuk mund të do kesh një rënje prapë flokut, do kesh një shpenzim ekonomik të lartë, sepse do bësh një trajtim për 1 vjeçar me produkte që t'jap klinika, që janë produkte që kushtojnë. Rezultati nga ana alimentare, nga ana e nutricionismit, nga ana e ushqyesë, do jesh i kujdesshëm, nuk mund do kesh Më thënë këto janë të vërteta që nuk i tregojnë gjithë se shumica thonë mbaron punë me 1.500 euro. Jo. 1.500 euro ty të kushton ato 2 ditë që jetë. Kur hyn, ti hyn, përgatitja se kur shkon jashtë shtetit, avioni, rrugën, okay. Por pastaj edhe mbaron deri nga klinika pastaj fillon një rrugë tjetër. Po nga ana estetike si duket dy një mashkull me flokë mbjell? Mua personalisht nuk më pëlqen sepse edhe dallohet që atë që të thash përpara, shumica dallohet. Shumica dallohet dhe nuk është natyral. Duket kur ke një flokë natyral, duket kur se ke natyral. Sidomos ne profesionistët e kuptojmë direkt. E kuptojmë.